На улицата Штипска во Тетово градежните работи започнаа неколку недели пред локалните избори. Сепак и по 3 месеци улицата се уште не е асфалтирана и продолжува да биде покриена со кал. Обилните дождови и снегот придонесоа калта дополнително да се зголеми, а жителите велат дека не можат ниту во продавница да влезат поради калта на нивните обувки. Тие бараат што поскоро да се преземат мерки, бидејќи состојбата е многу лоша и неподнослива. Trump dimuje gjim s'ka, kjo u dhe gji nuk u bon, që të mbetëm që kështon, se në hina në shpej. Që janë në katastrofë. Sullo, shësina i kanë lanë gjumë. I kanë plasë cevat, e nëse një ndreqim cevi, nuk vajnë të ndreqin e në cevi. Që bandera shikjo, banderën e mba që tili i sahatit, më do për kene banderja. E kanë kopat që të banderën e vajnë si cila kompani, një sahat punon e në shkon. Trënë dimuje gjimë që kështan, në shofë shtina, kitë loqë, së në shkojna në ndyqon, se në hina, nuk në lanë njerëzit në ndyqon të hina kitë loqë. E katastrofë, në mbajtë. Gjuna është, turpi madhë është gjinë, që do? Që në vjesht, kaloj dimri edhe nuk është ba rruga, edhe të pak ma kujdes, të shpedon, nuk është të punë. Rrugë që është një kaqë, është rrugë kryesore këtu, është rrugë të cilët kanë ka lëvizjet mëdhaja edhe kanë edhe veturën, nuk kanë njerëzit ku t'i parkon veturat, pastaj këtu është edhe ai pazarit, ditën e hitë është problem, ka baltë, në shtëpi tona nuk herë në shpi, çdo ditë po i pshim edhe këpucët edhe shumë. Ka një 3 muaj valla 4. Ka në as njerëz bëjt. Shumë keq valla. Këtë duhet ta rregullojnë punën. Valla që ma, ha? Që është vetë si kalojnë unë që ata i dalë në asfalt, ama këto qire si unë. Unë e bëna krejt me grillë, të më pruna vetë grillë, edhe shte ma bëna prap me baltë. Shumë keq. Këtë pi komunës kjo vëjnë, kjo gabimi i komunës është. Ka njerëz që din të organizojnë punën. Imi, bëgjin zort imi. Se sikur e shofës edhe vetë, këtë lot është. Kjo as nuk kalohet mirë, as nuk hinjet. Ka njerëz që kanë nevoj për ambulanta, për asja, ma nuk hinjet, edhe taksit nuk ndalet. Po kjo rrugë mos gaboj është, dhe me thënë, para zgjedhjeve, është fillu një 2-3 javë, edhe punon një kompani e la gjysëm, iku erë tjetra, me thënë tash ka 2-3 muaj, mos gaboj, edhe për mjerim është e kjo. Koha e mirë është, nuk punon askush, s'di se qartë thëmë ma keq s'ka, këpucet, kombet, hecim në përloq, me në elana mundana që të shkojmë, se du të shkojmë në punëve. Në punë nuk shkojmë me loq, me 2-3 palë këpuc mundana, nuk merë masa askush këtu. Од општина Тетово признаваа дека имало доцнења и велат дека доколку операторот кој го добил тендерот не започне со работите, ќе се преземат мерки согласно договорот. Është vërtet se ka patur vonesat kanë ardhur shkaki i punimeve që kanë realizuar operatorët kablovik, operatori EVN, por edhe shkaku i punimeve për instalimin e infrastrukturës nëntoksore qetësisht kanalizimit atmosferik. Tani jemi në fazën e fundit në tek tamponimi dhe asfaltimi i rrugës, pas stabilizimit të kushteve klimatike, i kemi dhënë urdhër kompanisë që menjëherë të vazhdoj me punimet, në rast vonese padyshim se do të merren masa nga komuna e Tetovës. Ова не е единствената улица во Тетово што остана недовршена. Многу улици започнаа пред локалните избори и беа оставени на половина.